Pas një jave pa lekaj Esed Berisha, Nebi Shatri dhe Besim Tahiri do të kthehen në gjykatë për tu përballur sërish me akuzat për keqpërdorim të detyrës gjatë ndërtimit të autostradës Arben Xhaferi. Nga shkalla e parë, 4 të akuzuarit ishin gjetur fajtor, por në shkurt të këtij viti apeli ktheu rastin në rigjykim me arsyetimin se në aktgjykimin dënues gjeti gabime në procedurë dhe vlerësim të provave. Ju njoftojmë se seanca e shqyrtimit gjyqësor në çështjen penale ndaj të pandehurve P.L. e T.J. është caktuar të mbahet me datë 14 maj 2025 në orën 9. Në janar të 2024-s, kur pa lekaj me bashkëpunëtor u shpallën fajtor, pjesë e trupit gjykues ishin Violeta Namane Hajra, Vesel Ismaili dhe Musa Kongjeli. Mirë po përbërja e njëjtë nuk do të jap verdiktin kësaj radhe, pasi gjyqtari Kongjeli është pensionuar dhe do të zëvendësohet. Kjo u hap rrugë palëve të kërkojnë që të gjitha provat të lexohen edhe një herë, e po ashtu edhe dëshmitarët të thirren prapë, gjë që mund ta zgjasë procesin e nisur me 4 maj 2022. Koha ka pyetur avokatin Rim Vokshi që mbron të akuzuarin Besim Tahiri se a do të kërkojnë që shqyrtimi gjyqësor të nisë nga e para, por ai tha se nuk ka vendosur ende dhe se qëndrimin do ta bëjnë të ditur në seancë. Përgjigje të ngjashme ka dhënë edhe Florent Latifaj, avokati Nebi Shatrit, dhe Afrim Salihu, që mbron Esed Berishën. E Artan Qerkini, avokati pa lekajt, nuk është përgjigjur. Gjykata themelore në Prishtinë pati vendosur me 31 janar 2024 që lekaj të dënohet me 3 vjet e 8 muaj burgim për rastin që u bë njohur si afera 53 milionshi. Pos lekajt në këtë rast të akuzuar janë edhe ish-zyrtarët e Ministrisë së Infrastrukturës, Esed Berisha, Nebi Shatri dhe Besim Tahiri. Ndaj të 4-ve që e shqiptuar dënim prej 10 vjetësh e 3 muaj burgim në total. E në vendimin e apelit për kthim të rastit në rigjykim, thuhet se aktgjykimi themelorës nuk e ka mbështetur akuzën se Lekaj dhe Berisha e kanë injoruar opinionin e kompanisë mbikëqyrëse Hill International. Apeli ka konsideruar se kompetencat e kompanisë angazhuar për mbikëqyrjen e projektit janë të paspecifikuara. Hill International që e kontaktuar nga Ministria e Infrastrukturës me një kosto prej 8.7 milion eurosh për të mbikëqyrur si konsulent ligjor, financiar dhe teknik realizimin e projektit të autostradës Arben Xhaferi dhe se më herët asnjë pagesë nuk është kryer pa u certifikuar nga kjo kompani. Sipas aktgjykimit të themelorës, qeveria ka ndarë 53 milion euro shtesë për kompaninë Bektelenga, e cila i ka realizuar punimet e autostradës Prishtinë-Hani Alezi, duke e injoruar opinionin e kompanisë, që pati konstatuar se duhen paguar vetëm 14 milion euro si dëmshpërblim për mos alokim të buxhetit konform dinamikës që parashihej në kontratën bazë.